Pas një vrasje mafioze, struktura nga policia e shtetit dhe prokuroria përfshihen në hetimet e gjata për të gjetur autorët, por në dëshminë dhe në gjykatën e posaçme Erlion Alibej tregoi dhe anën tjetër se si një person në kërkim u vu pas vrasësve të vëllait dhe të xhait të tij në dhjetor të vitit 2018. Hedimi dhe ndjekja të dyshuarve nuk bëhen me makina luksoze me xhama të zinj si zakonisht përfytyrohet, por të maskuar si shpërndarës picash. Mes zjerësh Alibej tregoi se për të zbuluar persona që ruanin ose afroheshin me makinën në banesën e tij, ai dilte në qytet me motor dhe skafandër si shpërndarës picash dhe vëzhgimet e çuan deri tek emri i registronalit dhe Emiliano Ramazanit. Por çfarë dëshmoi sot në GKK? Shkoi te berberi, aty pash Franz Çopjan, Limani Drizin. Nuk u futa në berberhane. U mendova dhe vendosa të shkoj bashkë me një djalë që më shoqëronte ta kap. Kur vajta gjeta një turk duke u dridhur dhe më tha, personi sa të pa iku nga Afrika, më dha 20 euro. Aty kuptova që pas meje ishin Çopjat dhe vendosa të iki nga Rotterdami se u zbulova. I kërkoj takim Suel Qelës dhe Kamber Mehas. I thash të vinë në shtëpinë time. Kamberi refuzoi se afër jetonin kotundarët, që i thon Çapjave. Mos an takohemi te tregu. Nuk i thoja dot jo se duke sikur i kisha frikë. Unë doja të dija kush ma vrau familjen,